Mishë Prizmus, në një nga ato analizat e shkurta të qarta, të dikurshme, edhe para se të futesh i gjithë vendin në zgjedhje, po dhe përfundimin e zgjedhjeve, ajo që kam thënë me vendosmëri është se këto zgjedhje nuk kanë kuptim për vendin e parë, por për vendin e dytë. Dhe vendi i dytë ishte Sali Berishës. Vetë Sali Berisha nuk futej për të zënë vendin e parë, këtë e dinte shumë mirë. Sigurisht ju hidhë të trut e gomarit një pjesë njerëzve që nuk e di ç'kuptim kanë në vetë atë memorin e tyre politike, edhe njëkohësisht në marrjen e listë fakteve që mund t'i shkonte mendja që Sali Berisha, i komunisti 1968-s edhe njeriu katastrofik i shumë ngjarjeve, të cilat shqiptarët, shumica e shqiptarëve nuk i do as t'i kujtojmë më, sepse sigurisht e neverisin, keni parasysh 97-ën, 98-ën, 2008-ën, 2011-ën, shumë ngjarje tjera katastrofike të tjetë. Bërë edhe analizën tjetër, duke thënë që sigurisht këtij i duhet thjesht vendi i dytë, i duhet partia ta përdori për familjen e tij, ta ketë fluskën e tij, dhe njëkohësisht Sejmenet, të cilët sigurisht bëjnë pjesë në atë që konsiderohet një pjesë e jashtëzakonshme e territorit kriminal të Sali Berishës. Atyne 6 milionëve që sigurisht janë nxjerrë për t'i hequr në ngratën, po që duhet i shumëzosh me 10 ose me 20 për të kuptuar kapitalin financiar të Sali Berishës, për të mbajtur rreth rrotull tij, dhe këto janë para të shumta, rreth rrotull tij njerëz të cilët bëjnë si besnikët e tij. Drejtësia akoma nuk ja ka shkëputur, dhe pushteti këtu akoma nuk ja ka shkëputur këto lidhje Sali Berishës. Ai ka kudo. Ka akoma njerëz në polici, ka shumë njerëz në drejtësi, ka njerëz në për të gjithë partitë që bëjnë fjalë, dhe njerëz që sigurisht ndërthurin atë raportin e pagesës edhe të fajit të bërë, të cilin e kontrollon sigurisht si njerëz si tjetër në Sali Berisha. Pra kemi të bëjmë me një amalgam që nuk është shumica e shqiptarëve, që kontrollohet nga krimi i Sali Berishës. Në këtë rast ai donte pikërisht këtë flusk, këtë vendin e dytë, sepse e di që me gjithë ato marrëzira, me plakjen e tij edhe me familjen e tij non grata, nuk mund të thonë kurrë, as mund dilte kurrë në vend parë. As ishte arsyeshme dhe as e ndërron, ai nuk është krejtësisht budallash i çmendur. Është i çmendur po për pushtetin edhe për marrëzinë e tij kriminale, po jo kaq budalla sa thotë që unë do dali pari. Nëse tash çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që me 83, pak a shumë nga fundi, dhe këtë po e bëj tash nga që ka përfunduar 83 mandate ka Partia Socialiste, ka një mandat më pak që s'është asgjë, se Partia Socialiste mund gjej 3-4 vetë sa duhesh për ta bërë 84-shin, atë që ju duhet. Sali Berisha nuk është më faktor. Asnjë lloj faktori për të biseduar me të. Kjo është fitoria e madhe e Edi Ramës. Nuk ka nevojë as pak për Sali Berishën. Ka nevojë vetëm ta ketë aty që të fitojë zgjedhjet, po që të bëj në një reformë, që të bëj një ndërhyrje ndaç kozmetike, ndaç të rëndësishëm në kushtetutë, po them edhe një herë, ndaç të rëndësishme, pa këtë fjalë, ndaç kozmetike në kushtetutë, nuk ka nevojën më të Sali Berishës, as për akuzën që e ke bërë me Sali Berishën. E bën vetë, sepse 83 vota i ka, një e gjen, bile mund gjej 2-3, që haptas mund ta votojnë, sepse sigurisht mund të jetë një reformë, siç është ajo bie fjala përfundimi i reformës territoriale, mundën ta votojnë kush dojë aty, sepse duhet votuar. Por mund të ketë edhe një veprim tjetër, i cili sigurisht bëhet sepse ata janë majorancë, pothuaj absolute. Dhe në këtë pikë, kjo është humbja e madhe që ka psuar Sali Berisha. Nuk ka kush nevojë më në veprime kushtetuese për të. Ai ka humbur se qeni faktor determinant për të biseduar me të. Nuk ke pse bisedon më me Sali Berishën. Për çfarë duhet biseduar me një kripto komunist, me një folk bolshevik dhe një kriminal të korruptuar si Sali Berisha. Një kriminal se ka vrarë, dhe dyta të super korruptuar se ka vjedhur si Sali Berisha. Për çfarë duhet? Për çfarë duhet të bisedosh për të kur ti 84 vota mund t'i bësh kollaj? Ai nuk është më faktor. Ai është vetëm për të bërë gam, shar, fyer dhe ngatruar gjithë shqiptarët. Dakord, miqtë mi, kjo ishte për të thënë edhe shumë e rëndësishme.
Tjetra që desha të them është mos harrojnë se jo vetëm Macron që ta 2027, po dhe shumë atje të tjerë kanë bërë në fokus në Tiranë, në Shqipëri, pa e njoftur dhe pa e ditur e pa e ra skërkujt në mend për Sali Berishën, se dikush do thotë një gjysmë fjale, po as kërkush nuk tha një gjysmë fjale për të, sepse është njeriu i cili i kanë bërë delete të gjithë, që Shqipëria do integrohet edhe se është qendër Ballkani perëndimor ku mund bisedohet edhe është faktor determinant paqe dhe konstruktiviteti. Okej, miqtë mi, ndërkohë që Berisha s'është fare për të biseduar me të dhe nuk është faktor, megjithëse ka 50 vjet mas vetes, në anën tjetër, Shqipëria, Tirana, sigurisht kryeministri Edi Rama janë faktor konstruktivitetit, stabilitetin e Evropë, kur Sali Berisha është destabilitet anti-evropian dhe anti-amerikan njëkohësisht.